Lëreni tundimet për të shkuar mbas Berihajit, pa diskutim, lëreni bufin me gjithë kënet në fatin e vetë, fokusoni tek flamuri kombëtar dhe tek flamuri i Bashkimit Evropian. Dhe votoni për ata dy flamuj në 11, jo për flamujt e partive. Dhe natyrisht për të votuar për ata dy flamuj ka vetëm një destinacion, që është Partia Socialiste. Partia Socialiste është një mjet, nuk është qëllim, është mjet për të realizuar qëllimin. Qëllimi është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Këneta nuk është mjet, këneta është qëllim. Janë dy gjëra të ndryshme. Okej. O Fation, po çfarë po thua më Fation? Nuk futesh në Europë me gjysmë politikës brenda Hamburg dhe gjysmë me akuza, po pret i bashkohet pjesës tjetër. Europa s'është krevat, as protesta për çfarë po thua, O miku im, o Fation, në Europë futesh egzaktësisht edhe sepse po bën këtë luftë kundër korrupsion. Egzaktësisht. Mësoje historinë e integrimit. Shiko që kanë bërë vendet e tjera në rrugën e integrimit dhe të antarësimit. Dhe lëri këto gjysma në burg e të gjithë në burg se u bët bajat fare me të histori. Se ju ka bërë luli të gjithë dhe gjysmak në aritmetikë dhe zdini ku keni kokën kur bëni numërimin. Fokusohu tek qëllimi. Qëllimi është fuzim Shqipërinë në Bashkimin Evropian sot. Dhe mos ta lëm për nesër, se nesër mund na e mbyllim prap derën. Dhe kupto që kjo që po ndodh sot është historike. Fakti që drejtësia po vepron në mënyrë të pavarur nuk ka ndodhur kurrë përpara, është historike. Lëri këto dhe kupto që këtë e solli Partia Socialiste me mua në krye. Nuk e solli Zoti, nuk e solli Amerika, nuk e solli Europa, se ato aty ishin. E sollëm ne, me besimin në Shqipëri dhe në Zotin e Shqiptarëve. Mirë, faleminderit për sot, këtu e mbyllim juve të Instagramit, unë ju dua shumë dhe mos mendoni që unë ju neglizhoj, se kam Instagramin këtu prandaj shoh lart. Nuk ju neglizhoj, po ju e jeni më të thjesht, më drejt për drejt. Edhe ju e keni po, jo, bam ose bum. Aty shumë bum bëni më thonë, nuk kam kohë t'i lexoj, po gjithsesi ankesën e përsëritur që pyetjet tuaja janë neglizhuar, do ta marrim parasysh dhe në syrin tjetër vetëm pyetjet nga Instagrami do trajtojmë këtu. Këta të Facebookut i kemi përgdhelur shumë. Keni shumë të drejtë. Mirupafshim.